Mesueshori Enis Shabani mund të përjetojë një verë të nxehtë pasi emri i tij ka filluar të qarkullojë te shumë nga klubet e njohura kroate, të cilat e shohin si një përforcim për merkaton për vitin e ardhshëm. Futbollisti 23 vjeçar, i cili në fillimin e edicionit u largua nga Mainz në Gjermani dhe u bashkua Vukovarit në kampionatin kroat, ka lënë një përshtypje shumë të mirë duke luajtur me ekipin e ngjitur në elit, por që rrezikon seriozisht rënjen. Kjo ka bërë që interesi për Shabanin të shtohet nga klubet e tjera, dhe sipas Index.hr janë Slaven Belupo, Osijek, Istra, Gorica, Lokomotiva Zagrebit dhe Rijeka që kanë shfaqur interes për transferimin e tij në ver, gjë që do të ishte një hap i rëndësishëm në karrierë për mesfushorin. Shabani ishte pjesë e përfaqësuesve të moshave të Gjermanisë, por zgjodhi të bashkohej Shqipërisë U21 në kualifikueset e Europianit e edicionit të kaluar, duke luajtur disa ndeshje me të. Transferimi në një klub më të rëndësishëm në Kroaci mund t'i hapte dyert të tij për të bërë pjesë kombëtare sa në të ardhmen.